Nuk është i shkëput. Ju me të drejt, gazetari merr shkëput për atë problemin më themelor që është më i dukshmi nga gjithë, e hedh në tavolinë dhe kush është zgjidhja. Problemi qëndron që hapet këtu çështja dhe bëhet. Qa hapet mo tani Rama deri para 2 vjetësh po të tunte atë suksesin e turizmit ty. Po e ke suksesin e turizmit të zotri. Rama i bën politikat, nuk i bën pushteti lokal. Rama po flasun. Po pra po, suksesin e arriti se... Po se ka kuptuar Rama këtë gjë tani? Jo pra, sepse... Po pse nuk e di ai se... Sepse vizioni është çështje shashke, vetëm pra ne nxjerrim diellën. E kupton? Ne themi dhe me të vërtetë. Si nuk e di Rama që këtë vit mund ta humbi korrikun dhe kushtin? Jo, nuk mjafton vetëm ta dish. Nuk mjafton vetëm ta dish. Dhe kjo është e keqja në Shqipëri, që ne në fakt jemi mësuar të merremi me njerëzit. Nuk jemi mësuar me një projekt caktuar, një biznes bën një projekt, jo më një shtet. Dhe shteti thotë sa do vinë, dhe nuk është vetëm çështje kryetarit bashkë. Pse më në Vlorë vajti e hoqi gjithë ai atje? Një sekond. Vajti më i bëri formalitet. Targeti i parë ishte të kryej fluksi. Ornela, unë ta fillova në këtë formë. Nuk është vetëm çështje sarande, është çështje produkti kryesor kombëtar është turizmi. Dhe ulesh në tavolinë me të gjithë këshillin e ministrave dhe bëhet plani matizor. Është ulur ai. Më fal, të them një detaj fare të vogël, me që doje përgjigjen. E to përgjigjen flak për flak. Në teorinë e forcave të portit, në marketing quhet teori zëvendësuese. Bëj transportin tjetër që mos ketë ai shumë makina. Një zgjidhje. Zgjidhje me transportin tjetër që të jetë në mënyrë të tillë dhe jo të jetë me autobuza që duan ku diun gjithë ditën të ikin si dikur, por tjetë zgjidhja imediate dhe ja ku i përjashtove një lumë të madh makinash. Prandaj them që nuk është çështje as të një kryetarit bashkie, i cili ka shumë në dorë, por çështja është makro dhe vim që dhe ke një element tjetër, që në qoftë se që ke leadershipi kryesor qeverisës caktojnë detyrat dhe të gjithë bashkë, edhe me deputetët, ja dhe deputetët, sepse vjen dhe një problem tjetër. Qa me përsi për deputeti, për punësimin e zonës, për zgjidhjen e probleme, për gjithë s'ka tjetër, asgjë, zero. Qa me përsi për deputeti, po di njërës të vetë i futin punë gjithë. Mua më vjen mirë që... Oza, ka po si futin njërës të punë, njërës të vetë janë punë, nuk maroj punë. Mua më vjen mirë që afrimi pregu këtë çështjen e transportit me lloje tjera, transporti. Me zëvendësim. Pra, do të thënë, transporti me autobus, urban, interurban, lë shumë për dëshiruar. Në mes të verës tani do bësh transportin me autobus, kur s'ka koncesioner. Nëse ka shumë autobuza, është në rregull ai transporti. Kush tha që s'ka koncesioner? Transporti e kurrëdhor. Transporti e kurrëdhor. Vetëm zgjidhe, e ke kurrëvepër. Kemi taksisa të mira, ne kemi transporti e kurrëdhor nuk funksionon. Është zero. Organizoje. Po si do kthejmë monopatina tani? Çfarë do bëjmë? Në asnjë qytet të Shqipërisë, Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk ka tren elektrik, që nuk ka tramvaj. Edhe ato tramvajin e vjetër që kanë qytetet e tjera. Po si kur të vinim ca skafe aty në det. Po pse jo? Për transport. Pse jo? Po mos la rratise. Jo, kënaqësi ne me përvojë gomonet kemi. Ato kanë mbetur. Po s'ka ngelur gomonet kështu, edhe transporti detar është problem. Oza, kam një pyetje edhe për Edhe transporti detar është problem. Jam dakord me ty 100%. Edhe e thash për humor, linjat që lidhin qytetet brendore. Më mirë fut ca skafista vllai marrojnë punë se sa arri merresh me shtetin. Tani, po këto plazhe të vlla, se është çdo 15 vjet, kemi 15 vjet ne çdo vit na një teknikë re. Çfarë do bëhet me hotelet të vit? Prap do plasi lufta hotelet. Po, me plazhe,